Rebelët Houthi të Jemenit kanë goditur një anije tjetër në detin e Kuq. Anija tregtare Zografia me pronar grek dhe flamur të Maltës po lundronte nga Vietnami drejt Izraelit kur u godit të martën. Zëdhënësi Houthve Yahya Sarea bëri të ditur se Zografia ishte goditur nga raketa detare. Në momentin që ndodhi sulmi në bord të saj ndodheshin 24 anëtar të ekuipazhit, por asnjë prej tyre nuk është lënduar. Incidenti erdhi në një kohë që ushtria amerikane njoftoi se kishte sekuestruar armë që Irani synonte t'ua dërgonte Houthve. Ndërkohë, SBA ka goditur më shumë shenjestra në zonat që kontrollohen nga rebelët në Yemen, duke bërë të ditur se kishte shkatërruar 4 raketa balistike që ishin përgati për të lëshuar nga Houthët. Në datën 11 janar, SBA dhe Mbretëria e Bashkuar filluan sulmet ndaj rebelëve, për shkak se këta të fundit kanë shënjestruar anijet në detin e Kuq, një rrugë e rëndësishme ujore për tregtim botrore. Rebelët thonë se mjetet lundruese që shënjestrojnë kanë lidhje me Izraelin, por shumë prej tyre nuk kanë patur lidhje me atë vend.